Nesër më 6 prill mbushën plot 36 vite nga vrasja mizore e profesorit adhetare patriot Gjemajli Berisha. Profesor Gjema ishte një emblem adhetare. Profesor Gjemajli Berisha lindi në Brethtos të Rahovecit. Fakultetin e kreu në Prishtinë, ku dhe punoi si profesor në gjimnaz e në Akademinë Pedagogjike të Prizrenit. Ai mori pjesë aktivisht në çështjen e çlirimit të Kosovës nga robëria serbe, që në vitet e shkollës e deri më vonë si profesor, i cili për shkak të aftësive të tija dhe idealeve që kishte, u bë një emblem arsimit shqip. I rritur në Arban të Prizrenit, legjendari edukuar në një familje atvedashëse dhe bashkohës i shumë veprimtarive të lirisë atheut, lexuesi pasionuar dhe njohës i historisë së kombit të vet. Gjemajliu nuk mund të shikonte anash me indiferencë fati prej robit të popullit dhe të Kosovës së tij të dashur. Ai mori pjesë aktive në shumë demonstrata, duke filluar nga ajo 11 marsit të vitit 1981 për të aderuar pastaj edhe në lëvizjen popullore për Republikën e Kosovës. Gjatë viteve të veprimtarisë së çlirimtare të Gjemajliut, gjendej në Kosovë dhe karakterizonin politikat kolegiale të pushtuesit për ndjekjet policore e mjerim ekonomik i popullsisë në njërën anë dhe zgjimi kombëtar shqiptar, ndërgjegjësimi, sidomos i rinisë për të rezistuar në mënyrë të organizuar kundër shtypjes dhe shfryzimit të huaj në anën tjetër. Kjo i ura në sy UDP-s së asaj kohe. Me vendim të UDP-s, për veprimtarinë e tij adhetare, arrestohet e torturohet në burgun famkeq të Prizrenit, ku dhe mbyllë syt më 6 prill të vitit 1989 në moshën 31 vjeç, si pasojë e torturave të UDP-s. Për të mbuluar krimet e tyre, dashësit e hedhësit të vdekur nga dritarja katit të tretë dhe e qoj në spital, me qëllim marrje nga mjekët të një certifikate vdekje me motiv të ndryshëm nga torturat, por nuk i arrin qëllimet. Mjeku Halil Berisha refuzon kategorikisht dhe për këtë ndëshkohet dhe ai më vonë me helmim nga UDP-ja. Gjemajliu ishte edhe një poet i fjalës së shkruar, që po të kishte jetuar do të kishte shkruar një faqe të ndritshme të letërsisë shqipe. Pas vdekjes nën redaktimin e Milazim Krasniqit, familjen e botoi një përmbledhje me poezi, Kasilotësh s'ka nderdhur sytë e mi. Më vonë me urdhër të presidencës së Kosovës, ai shpallet heroi Kosovës.